Mesazh i fuqishëm shpirtëror për prindërit, fitoria hyjnore mbi jetën e djalit tënd, mbrojtje, restaurim dhe bekim i plot. Të dashur prindër, motra dhe vëllezër në besim, mirë se vini në këtë video mesazh të veçantë shpirtëror që vjen drejt për drejt nga zemra e Perëndis për ju sot. Ky mesazh nuk është thjesht fjalë njerëzore, por një thirrje hyjnore plot fuqi, plot shpresë dhe plot siguri. Ai flet për një ndryshim të madh që ka ndodhur tashmë në botën shpirtërore. Sot, Zoti po të flet ty, prind që ke qarë natën për fatin e djalit tënd. Ti që ke luftuar në heshtje, që ke lutur me lot, që ke mbajtur barën e familjes në supet e tua. Zoti po thot, mos ki frikë. Unë po ndërhyj sot, tani, le të hym thellë në 5 pikat kryesore të këtij mesazhi të mrekullueshëm. Pika 1. Një fitore në gjyqin hyjnor. Sot ka ndodhur një ndryshim i madh, një lëvizje e fuqishme në botën shpirtërore. Një gjyq hyjnor ka dhënë vendimin e tij përfundimtar në favor të djalit tuaj. Po, ju e dëgjuat mirë. Në sallën qiellore të drejtësisë, Zoti, gjykatësi i drejtë, ka ngritur dorën dhe ka shpallur, fitoria i takon djalit të këtij prindi besnik. Çdo akuzë e vjetër është hedhur poshtë. Imagjinoni për një moment, për vite me radhë, dyert e vuajtjes, humbjes, sëmundjes, dështimit dhe luftës së brendshme kanë qenë të hapura për familjen tuaj. Por sot, ato dyert janë mbyllur përgjithmonë me vulën e gjakut të Jezusit. Në vend të tyre janë hapur dyert e bekimit, të prosperitetit, të paqes dhe të restaurimit të plotë. Shkrimi i shenjtë na thot, asnjë armë e formuar kundër teje nuk do të ketë sukses. Dhe në Romakëve, nëse Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Ky gjyq hyjnor nuk është diçka që do të ndodhë nesër, ai ka ndodhur tashmë. Qielli ka folur, engjëjt kanë dëgjuar dhe armiku është mundur. Deklaro me mua tani me zë të lartë, sot gjyqi hyjnor është në favor të djalit tim. Dyert e vuajtjes janë mbyllur përgjithmonë. Dyert e bekimit janë hapur gjerësisht. Sa herë ke ndjerë se e kaluara po të tërheq mbrapa? Sa herë ke menduar se gabimet e së kaluarës do ta ndjekin djalin tënd përgjithmonë? Sot Zoti po të thotë, jo më. Unë po e kthej historinë e familjes suaj. Unë po e bëj të re çdo gjë të vjetër. Djali yt do të ecë në një sezon të ri i plot dritë dhe lavdi. Le të lutemi bashkë, o Zot i plot fuqishëm, falenderojmë për këtë fitore në gjyqin tënd hyjnor. Vulos këtë vendim në jetën e djalit tim sot. Mbyll çdo derë të së kaluarës dhe hap dyert e reja të hirit tënd. Pika 2. Mbrojtja e djalit dhe trashëgimisë. Për vite me radhë, ka pasur një betejë të padukshme, një luftë shpirtërore të ashpër për fatin dhe destinin e djalit tuaj. Armiqtë shpirtëror, forcat e errësirës, kanë tentuar të vjedhin nderin, prosperitetin, shëndetin dhe të ardhmen e tij. Ata kanë përdorur gabimet e së kaluarës, mëkatet e brezave të mëparshëm, si armë për të sulmuar trashëgimin tuaj familjare. Por, o prind besnik, lutjet e tua, lotët e tu, besimi yt i patundur dhe lutjet e të parëve të tu besnik kanë bërë që Zoti të ndërhyjë në mënyrë të fuqishme. Ai po kthen mbrapsh çdo gjë që është vjedhur. Çdo bekim i humbur, çdo mundësi e marrë, çdo nder i prekur, Zoti po i kthen sot me shumë fish. Bibla na siguron, unë do t'ju shpërblej për vitet që i hëngrën karkalecat dhe në Malakia, unë do t'a qortoj devorerin, që të mos ju prish frytin e tokës, Zoti është duke rivendosur trashëgimin tuaj. Ai po e mbron djalin tënd si kukullën e syrit të tij. Për vite, armiku ka menduar se mund të shkatërroj familjen tuaj duke sulmuar djalin. Por Zoti po thot, jo. Ai është i imi. Unë e kam zgjedhur atë për lavdin time. Lutjet e tua si prind kanë qenë si një mur i fortë rreth tij. Çdo lutje që ke bërë natën vonë, çdo deklarat besimi që ke shqiptuar me lot, ka pasur fuqi të madhe në qiell. Deklaro tani me besim, çdo gjë e vjedhur nga armiku po kthehet sot në jetën e djalit tim. Trashëgimia jon familjare është e mbrojtur nga Zoti. Ciklet negative po thyen përgjithmonë. Le të falenderojmë Zotin, Baba qiellor, falenderojmë që po e mbron djalin tim dhe po e rivendos trashëgimin ton. Çdo vjedhje shpirtërore po kthehet në bekim të shumë fish. Pika 3.
paralajmërim për ndikimet negative. Tani, mesazhi na jep një paralajmërim të rëndësishëm që nuk duhet ta injorojmë. Armiku, i dëshpëruar nga humbja e tij e madhe në gjyqin hyjnor, mund të tentojë të sulmojë në një mënyrë tjetër. Ai mund të përdorë konfuzionin, frikën, dyshimin ose madje njerëz të caktuar me qëllime të fshehura për të shpërndarë vëmendjen dhe për të larguar nga ky sezon i ri i bekimit. Por Zoti po të jep sot aftësinë e dallimit, një dhuratë shpirtërore që të ndihmon të shohësh qartë çfarë ose cilët nuk duhet të jenë më pjesë e jetës sate dhe të djalit tënd në këtë kohë të re. Ai po të thotë, qëndro vigjilent. Mos lejo që lidhje toksike, misi negative ose ndikime që sjellin frikë të hyjnë në shtëpinë tënde. Në Hebrejve flitet për ata që, duke ushtruar shisat shpirtërore, dallojnë të mirën nga e keqja. Sot, Zoti po të trajnon ty për këtë dallim. Mos u trem nga përpjekjet e armikut, ato janë vetëm shenja se ai ka humbur tashmë luftën kryesore. Deklaro me forcë, unë kam aftësinë e dallimit nga shpirti i shenjtë. Çdo ndikim negativ largohet nga jeta e djalit tim. Unë nuk do të lejoj konfuzion ose frikë të hyjë në familjen time. Lutja jon, o Zot, jep na aftësinë e dallimit. Na mbron nga çdo kurthi i armikut dhe na ndihmo të qëndrojmë të fortë në këtë sezon të ri. Amen. Pika 4. Lutja e prindit si mbrojtje. Mesazhi thekson një të vërtet të bukur dhe të fuqishme. Djali juaj është i mbrojtur nga një murziari hyjnor dhe nga legjione engjësh që e rrethojnë ditë dhe natë. Asnjë forcë e errët nuk mund ta prejë atë, sepse Zoti vetë e ka vendosur në hijen e krahëve të tij, siç thot Psalmi 91. Ai do të mbrojë me krahët e tij dhe nën krahët e tij do të gjesh strehim. Megjithatë, ty si prind të dashur, Zoti të kërkon të qëndrosh vigjilent dhe të përdorësh zërin tënd përmes lutjes për të vulosur këtë mbrojtje çdo ditë. Lutja jote nuk është thjesht fjalë, ajo është qelësi që hap dyert e qiellit dhe mbyll dyert e ferrit. Lutja jote si prind ka fuqi të veçantë sepse vjen nga një zemër që do me gjithë qenjen. Mos u lodh kurrë luturi për djalin tënd. Çdo mëngjes, çdo mbrëmje, deklaro mbrojtjen e Zotit mbi të. Thuaj, djali im është i mbrojtur nga gjaku i Jezusit. Engjëjt e Zotit e ruajnë në çdo hap të tij. Deklaro tani, lutja ime është qelësi i mbrojtjes së djalit tim. Unë nuk do të pushoj së luturi derisa të shoh plotësinë e bekimeve të Zotit në jetën e tij. Le të bëjmë një lutje të gjatë bashk. Baba i dashur, falenderojmë për murin e zjarrit rreth djalit tim. Dërgo legjione engjësh për ta ruajtur. Unë deklaroj sot që asnjë e keqe nuk do ta prejë atë. Lutja ime e vulos këtë mbrojtje çdo ditë. Pika 5. Premtimi final. Dhe tani, mesazhi mbyllet me një premtim të mrekullueshëm që duhet ta mbash në zemër përgjithmonë. Asnjë armë e ngritur kundër djalit tuaj nuk do të ketë sukses. Ai do të ecë në dritë, në nder, në siguri dhe në prosperitet. Ai do të thyejë ciklet negative të brezave të kaluar dhe do të hyjë në një trashëgimi të re plot lavdi hyjnore. Zoti po e bën djalin tënd një dëshmitar të fuqishëm të hirit i tij. Ai do të jetë një bekues për të tjerët, një shembull i besimit dhe një burim krenarie për ty si prind. Ciklet e sëmundjes, varfërisë, frikës ose dështimit po thyen sot në emrin e Jezusit. Deklaro me besim të plot, asnjë armë kundër djalit tim nuk do të ketë sukses. Ai do të ecë në dritë dhe nder. Ciklet negative të brezave po thyen përgjithmonë.